Magnezi është një mineral esencial që ndihmon në funksionin normal të shumë proceseve në trupin tonë. Ai luajnë një rol kyç në ruajtjen e shëndetit të zemrës, përmirësimin e energjisë trupore dhe për sistemin nervor, madje ka studime edhe për sa i përket depresionit. Megjithatë, shumë njerëz nuk e dinë se sa i rëndësishëm është dhe se sa shpesh na ndihmon në shëndetin tonë. Një nga pyetjet më të shpeshta që marr në farmaci është cilat janë shenjat e mungesës së magnezit. Disa nga simptomat më të zakonshme përfshin lodhjen e tepruar, muskujt e ngurtësuar, ngërçet pra dhe madje edhe çrregullime të humorit. Nëse ndiheni me këto simptoma, mund të jetë koha të rregulloni dietën tuaj ushqimore ose dhe të merrni suplementin me magnez. Por si ta përfshini magnezin në dietën tuaj? Burimet më të mira natyrale përfshin arra, fara, gruri integruar dhe perime me gjeze të gjelbra. Është mirë të bëni matjen e nivelit të magnezit në organizëm, sepse duhet të merrni formën dhe dozën e përshtatshme për ju. Ndonjëherë